Përshëndetje miq të RTS Korça, mirë se keni ardhur edhe këtë të martë në emisionin Çfarë duhet të dini. Java kaloi shpejt dhe ne takohemi sërish bashkë për të trajtuar një tjetër temë interesante që përbën edhe interes për gjithë publikun që na ndjek përmes ekranit të RTS Korçës apo edhe përmes valve të Radio Korçës. Së bashku me mua në studio sot, edhe si bashkë moderator dhe bashkë autor i këtij emisioni, është Rizar Shimi, specialist i përfitimeve pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Korçë, dhe përpara se të ndalemi dhe të prezantojmë temën e ditës së sotme, si gjithmonë Rizaj na updaton edhe për të rejat më të fundit që ka ndodhur sa i përket ndryshimeve, ligjeve apo gjithçka tjetër, vendimeve që merren nga institucione të ndryshme. Mirë se ka ardhur edhe sot. Përshëndetje Ftiola, dhe normalisht edhe gjatë kësaj jave ka patur zhvillime të reja me interes për qytetarët që kanë të bëjnë kryesisht në fushën e sigurimit shoqërore, por jo vetëm. Dhe ne u detyruam që sot të ndryshonim edhe temën e emisionit pikërisht për atë vendim shumë të rëndësishëm që është miratuar dje në Këshillin e Ministrave, është botuar në fletorin zyrtare, dhe ne gjatë këtij emisionit do mundohemi ta themi dhe ta sqarojmë pikërisht se çfarë parashikon në vendimin e fundit i Këshillit të Ministrave. Pikërisht sepse sot gjithë vëmendja e mediave dhe publikut është fokusuar tek indeksimi i pensioneve, por duke qenë se është një vendim i sapo marrë nga Këshilli i Ministrave vetëm një ditë më parë, do duhet që të ndalemi hap pas hapi për të shpjeguar se si do të procedohet, edhe cila është baza ligjore e të tjera çështje që do të trajtojmë gjatë minutazhit të emisionit të sotëm, çfarë duhet të dini. Por ndërkohë kemi edhe ndryshime të tjera që ndoshta kanë interes për publikun, që ndoshta do duhet i trajtojmë në emisionet veçanta, por mund të themi edhe diçka për t'i informuar, apo jo? Po, unë do të thoya që është me interes vërtet, tashmë ka filluar viti ri shkollor dhe Këshilli i Bashkisë ka miratuar dhe dokumentacionin e nevojshëm për të gjithë nxënësit të cilët kanë të drejtë të përfitojnë bursa, bëhet fjalë për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet publike. Dhe Këshilli i Bashkisë në zbatim edhe të ligjit dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 666 të vitit 2019 ka përcaktuar edhe këtë vit dokumentacionin e duhur për të gjithë nxënësit të cilët kanë të drejtë të përfitojnë bursa, duke futur jo vetëm dokumentacionin, por edhe kriteret të cilët janë ata nxënës të cilët prindrit duhet i kenë parasysh dhe të përgatisin dokumentacionin dhe më pas të adrezojnë. Nesër është data 1 tetor dhe nesër çelet pikërisht edhe aplikimi për të përfituar bursa studimi, gjithmonë për nxënësit e sistemit parauniversitar në institucionet publike, dhe dokumentacioni i duhur është shumë i lehtë për tu administruar dhe për tu shkarkuar tashmë nga Albania, ka të bëjë gjithmonë me dokumentacionin që ka përcaktuar dhe vendimi i Këshillit të Bashkisë, bëhet fjalë po them për certifikat personale, bëhet fjalë për certifikat familjare, bëhet fjalë për vërtetimin e pagave për të gjithë pjesëtarët e familjes madhor, dhe të treja këto shkarkohen në portali Albania nga çdo prind i nxënësve. Bëhet fjalë për vërtetim pensioni nëse prindrit apo pjesëtarët e tjerë të familjes në moshë madhore përfitojnë një pension, çfarëdo lloj kategorie pensioni, pension pleqërie apo dhe kategoritë të tjera të pensionit, dhe ka kritere ekonomike të përcaktuara tashmë në ligj dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave, po ka kritere dhe jo ekonomike, dhe bëhet fjalë për nxënësit, po them, të cilët kanë prindër invalid, për nxënësit jetim, për nxënësit që janë me një prind, për nxënësit që gëzojnë statusin e të verbrit, për nxënësit që gëzojnë statusin e paraplegjikut, të tetraplegjikut apo të personit me aftësi të kufizuar, dhe një pjesë të nxënësve gjithmonë që parashikon vendimi i Këshillit të Ministrave dhe ligji, që do të thoja unë po them nxënësit të cilët kanë prindër të cilët kanë humbur jetën në krye detyrës, bëhet fjalë për ish ushtarakët e Ministrisë së Mbrojtjes, për ish ushtarakët e Policisë së Rendit, për shërbimin informativ shtetëror,
apo dhe për punojësit e zjafiksëve që kanë ushtruar një detyrë në bashki të përkatëse dhe kanë humbur jetën në krye detyrës, dhe një kategori tjetër që përcakton gjithmonë ligji, që ka të bëjë po them edhe me nxënësit, të cilët kanë humbur me vendim gjykate, po them kujdesin prindëror, dhe kjo e vërtetohet edhe me një vendim të gjykatës, dhe vazhdojmë me një listë gjatë të gjithë atyre nxënësve, të cilët jo vetëm me kriterin ekonomik, po them me prindër pa të ardhura, me prindër me të ardhura të vogla, apo me familje të cilët përfitojnë në ndihmë ekonomike. Por unë do të thoja, meqense nesër është data 1, nga nesër deri në datën 25, të gjithë prindrit duhet të paraqisen në shkollat, ku nxënësit vazhdojnë shkollat, dhe atje do të marrin një informacion më të detajuar, duhet të përgatisin dokumentacionin, ta dorëzojnë, dhe ky afat është deri në datën 25 tetor. Më pas, ndërmarrja mbështetëse e arsimit, e kopshte dhe çereve që janë në varësi të bashkisë Korçës, po them unë, pasi grumbullon gjithë dokumentacionin dhe shqyrton, këtë listë ja dërgon Ministrisë së Arsimit pas datës 25 tetor, dhe Ministria e Arsimit çel kuotat e bursave për Bashkinë e Korçës, në bazë të kërkesave që do të ketë për Bashkinë e Korçës, dhe ata që plotësojnë kriteret ligjore që për të gjitha këto i përmendëm, por për një hollësi dhe për detajet të kësaj, çdo prind duhet të paraqitet në drejtoritë e shkollave përkatëse. Aty do ta marrin dhe informacionin, dhe më pas çel bursat Ministria e Arsimit. Këshilli i Bashkisë në fakt ka miratuar edhe faktin nëse bursat që do të çelë Ministria e Arsimit janë më të vogla në numër se sa ata apo aplikimet. Jo vetëm aplikimet për ata që plotësojnë kriteret ligjore për ta përfituar këtë bursë, është parashikuar që radha në këtë rast do të jetë ata që do të aplikojnë më herët për të përfituar këtë bursë. Nëse do ketë gjithmonë bursa më pak se sa numri i nxënësve të cilët përfitojnë nga ky ligj dhe nga ky vendim i Këshillit të Ministrave, por gjithashtu Këshilli i Bashkisë ka miratuar që nëse duhet numri më i vogël, ajo që do të çelet nga Ministria e Arsimit për Bashkinë e Korçës gjatë vitit 2025 dhe më pas gjatë gjithë vitit shkollor, po them 2025-2026, Këshilli i Bashkisë në bazë të mundësisë financiare që ata do kenë, në bazë të ardhrave, do të bëjnë të mundur që dhe pjesa që do të ngelet, që nuk do të arrijnë të përfitojnë këtë bursë, pavarësisht se plotësojnë kriteret ligjore, do të çelë fonde me vendime të veçanta të Këshillit të Bashkisë për të mos lënë asnjë nxënës të cilët plotësojnë kriteret ligjore dhe të mos përfitojnë bursën sipas ligjit dhe sipas vendimit të Këshillit të Ministrave. Mirë, bëm shumë mirë që e cituam një gjë të tillë, duke qenë se nga dita e nesërme do të çelen aplikimet. Ju e cituat edhe pak më parë që gjithë prindrit që i përkasin këtyre kategorive që ne përmendëm, qoftë kategorive ekonomike apo atyre sociale, të paraqiten pranë shkollave të tyre, ku fëmijët e tyre ndjekin studimet, të marrin informacion më të hollësishëm, por e rëndësishme është rikujtesa që ne ju bëm me çeljen e afatit të aplikimeve për të mos humbur të drejtën e përfitimit të kësaj burse, duke qenë se ka edhe një rend sipas aplikimeve, por duke shpresuar që gjithë ata që do të plotësojnë kriteret të marrin atë që meritojnë edhe nga një fond shtesë që do të miratohet nga Këshilli Bashkiak i Korçës. Mirë, do t'i rikthehemi temës së sotme sepse është tema e ditës, do të flasim për indeksimin e pensioneve, vendimi i Këshillit të Ministrave miratuar vetëm një ditë më parë, dhe duke qenë se janë ndryshime të reja, ka nevojë për më shumë informacion dhe për sqarim për gjithë publikun. Ndalemi fillimisht tek baza ligjore. Çfarë mund të themi për këto ndryshime të fundit që janë bërë? Në 161 të ligjit numër 7703, datë 11/5/1993 për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar së fundmi në vitin 2014, është parashikuar që çdo vit është një detyrim ligjor i Këshillit të Ministrave që të bëjë indeksimin e pensioneve, të përcaktoj koeficientin e indeksimit të pensioneve, dhe kjo do të bazohet pikërisht në inflacionin,
apo në rritjen e çmimeve të disa produkteve ushqimore apo disa shërbimeve, do të thoya unë të shportës, për të cilat Këshilli i Ministrave përcakton se sa është rritja e çmimeve për periudhën, po them, korrik 2024, korrik vitit 2025 dhe më pas në bazë të kësaj rritje bën dhe indeksimin e pensioneve, që është një detyrim ligjor, po them, që nga viti 93 e Këshillit të Ministrave, dhe ne kemi përsëritur që çdo vit do të kemi patur indeksim të pensioneve. Masën e indeksimit e përcakton Këshilli i Ministrave pikërisht në bazë të rritjes së çmimeve të disa produkteve ushqimore dhe shërbimeve. Kryesisht merren produkte ushqimore apo shërbime që përfshihen në sport. Ne kemi patur vitet të kaluara, po them në vitin 2019 kemi patur dhe 2 herë indeksime apo për shkak të ndryshimeve që kanë mësuar produktet. Pikërisht për rritjen e çmimeve të këtyre produkteve është përcaktuar dhe indeksimi në përqindje i çdo mase pensioni. Nëse ndalemi tek koeficienti i indeksimit të pensioneve për vitin 2025, sa do të jetë ai? Është miratuar dje, në fakt, vendimi i Këshillit të Ministrave me propozim të Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, pasi është ngritur grupi i punës dhe është përcaktuar pikërisht se sa është rritja e çmimeve për këtë periudhë, është miratuar dje në Këshillin e Ministrave dhe koeficienti i indeksimit të pensioneve është miratuar në masën 2.5%, që do të thotë është llogaritur rritja e produkteve të ushqimore dhe shërbime në masën 2.5%, që do të thotë koeficienti i indeksimit të pensioneve është 2.5% për vitin 2025, që do të fillojë nga 1 tetori i vitit 2025, duke filluar nga nesër, që do të thotë nesër gjithë pensionistët të cilët tërheqin kësin mujor të muajit tetor, ata që e tërheqin në datën 1 tetor, do të kenë dhe masën e re të pensionit. Dhe kështu do të vazhdojë gjatë gjithë muajit tetor. Edhe në vazhdimsi. Edhe në vazhdimsi, do të thoja këtu që e përfitojnë të gjithë pensionistët, të cilët edhe pse nuk është caktuar pensioni, edhe pse kanë plotësuar kushtet ligjore për të përfituar një pension, por nuk është caktuar nga strukturat e sigurimit shoqëror për shkak ose qytetari nuk ka bërë aplikimin, nuk ka aplikuar për të përfituar pension, pavarësisht se ka plotësuar moshën, ka plotësuar dhe kriteret ligjore për të përfituar një përfitim nga sigurimi shoqërore, por nëse e ka lindjen e së drejtës para datës 30 shtator, normalisht ata do ta përfitojnë këtë indeksim prej 2.5%. Dhe gjatë vitit 2025, në fakt ne kemi patur ftiola dhe i kemi trajtuar dhe bëjmë mirë që i përsërisi. Kemi patur risi në fushën e sigurimeve shoqërore dhe gjithmonë në atë pjesë që pensionet të rriten dhe të jenë më dinjitoze për qytetarët. Kemi patur në 13 mars këtij viti një ligjin që ka të bëjë me njohjen e vdësisë në punë, ku këtu kemi edhe rritjen e vdësisë në punë, që ndikon në masën e pensionit, por gjithashtu kemi edhe rritjen e bazës së vlerësuar, pikërisht për shkak se pjesa më e madhe e pensionistëve që përfitojnë nga ky ligj, gjithmonë pas datës 13 mars të vitit 2025, llogaritet për gjithë periudhën e njohur pas moshës 18 vjeç deri në 30 shtator të vitit 1993 si specialist të mesëm me pagë referuese më të lartë dhe kuptohet me një bazë vlerësuar më të lartë dhe një masë pensioni më të lartë. Gjithashtu, në korrik të vitit 2025 u miratuan dhe koeficientët e indeksimit të pagave për efekt të masës fillestare të pensionit në masën 9.3% dhe me datën e së drejtë pas janarit të vitit 2025 dhe ne jemi duke punuar për rillogaritjen, rishqyrtimin pikërisht për shkak të këtij koeficienti, të ndryshimit të koeficientit të indeksimit të pagave për efekt të masës fillestare të pensionit, që 9.3% do të thotë një rritje masës pensionit 36%,
që e kemi shpjeguar, kjo është në varësi edhe të vjetësisë në punë që ka një person i siguruar, po dhe të pagave mbi të cilët janë paguar kontributet për sigurimet shoqërore, dhe tashmë pas 1 tetorit do të kemi dhe një indeksim të masës së pensionit në masën 2.5%, që do të thotë gjithë kategoria e përfituesve që nga 1 janar i vitit 2025 deri në 30 shtator të vitit 2025, ata që kanë lindje së drejta 1 janar deri në 30 shtator të vitit 2025, do të kemi një masë pensione shumë të lartë se sa ajo që ka qenë në vitin 2024. Nëse do ta përktheja po them në përqindje, sepse nuk po e them në vlerë absolute për shkak pikërisht sepse pensioni ndryshon në bazë të disa kushteve, por në përqindje është më lart se 10%. Gjithë pensionet janë më të larta se sa 10% ato që kanë lindje së drejte pas 1 janarit të vitit 2025. Në programin e qeverisë, dhe kjo është një temë që në fakt ne u përgatitëm, por do ta lëmë në një emision tjetër, pikërisht për shkak të ndryshimit që ndodhi dje për koeficientet e indeksimit të pensioneve, edhe në vendimin e Këshillit të Ministrave, por dhe në programin qeveritar të miratuar tashmë bëhet fjalë për vendimin e Këshillit të Ministrave për gjithë strategjinë në fushën e pensioneve, po jo vetëm në fushën e pensioneve për vitin 2025-2028, që ne duhet të trajtojmë në një emision se ku synon qeveria gjithmonë në ndihmë dhe në interes të qytetarëve, të pensionistëve, por jo vetëm të pensionistëve, por edhe programi i miratuar së fundmi në parlament të Këshillit të Ministrave që ka të bëjë pikërisht me ato që synon qeveria për rritjen e pensioneve nëpërmjet reformave që ka ndërmarrë gjatë vitit 2025, por dhe do të vazhdojë të ndërmarrë dhe i ka parashikuar këto dhe në programin e saj për vitin 2025 dhe në vitin 2029, që do të bëjë të mundur jo vetëm indeksimin e pensioneve, por do të synojë kryesisht në rritjen e pensioneve. Këtu duhet jemi të ndërgjegjshëm që kërkon edhe një bashkëpunim të mirë midis punëdhënësve, punëmarrësve dhe institucioneve në fakt të shtetit për të bërë të mundur rritjen e të ardhrave, rritjen e numrit të kontribuesve, të mos kemi më paga minimale mbi të cilën paguhen kontributet për sigurinë shoqërore, pa ato të paguhen mbi pagat reale, për të patur një buxhet më të mirë në kontributet e sigurisë shoqërore që të përkthehet më pas kuptohet që do të synohet dhe do të realizohet pikërisht rritja e pensioneve. Gjatë 6 muajit të parë të vitit 2025, në fakt pikërisht nga këto reforma që ka ndërmarrë qeveria dhe puna dhe pikërisht përgjegjësia e institucioneve të shtetit, e drejtorisë së tatimeve, po dhe Institutit të Sigurisë Shoqërore që ka të bëjë me realizimin e të ardhrave, dhe rritja e pagave në fakt që ka ndodhur ndjeshëm gjatë vitit 2024, kemi një paga kryesisht në institucionet shtetërore, në ndërmarrje dhe institucionet shtetërore, ka bërë të mundur që dhe të ardhurat në buxhetin e sigurimit shoqërore të jenë 3.5 miliardë më shumë se sa ato ishin të planifikuara, që do të thotë kemi një ulje të subvencionimit nga buxheti i shtetit për skemën e sigurimit shoqërore, por do të thotë pikërisht reforma që do kemi, kjo është kryesorja, një shkallë zvendësueshmërie shumë të lartë se ajo që kemi patur gjatë vitit 2024 midis pagës dhe përfitimit. Tashmë ka kaluar mbi 50%, ndërkohë që në vitin 2024, në vitin 2023 më herët ka qenë diku në 42-43% shkalla e zvendësimit. Kjo është pozitive për gjithë pensionistët. Tashmë ata pensionistë të cilët kanë lidhje së drejtë pas 1 janarit të vitit 2025 do të kenë një pension më dinjitos në të ardhmen, kuptohet edhe me reformat që do ndërmerren më pas nga Këshilli i Ministrave. I përmendëm pak më parë me ndryshimet që janë bërë gjatë 2025-s, gati 10% më shumë marrin pensionistët gjatë këtij viti. Por nëse ndalemi tek kategoritë e përfitimit nga koeficienti i indeksimit të pensioneve, cilat janë ato? Cilat kategori të pensionistëve apo kategoritë e përfitimeve përfitojnë nga koeficienti i indeksimit? Vendimi djeshëm i Këshillit të Ministrave parashikon që koeficienti i indeksimit të pensioneve do të zbatohet për të gjitha kategoritë e pensioneve. Unë po mundohem t'i përmend ato
kuptohet është një listë e gjatë, nëse do të lexoni me vendimin e Këshillit të Ministrave, tashmë ndryshe nga vitet shumë të hershme janë parashikuar që koeficienti i indeksimit të prek gjithë kategoritë e pensioneve biles dhe brenda një lloji pensioni të përfitoj koeficienti i indeksimit të një person i siguruar, kur ai përfiton po them dhe një pension pleqërie, përfiton dhe një shtesë mbi pensionin e pleqërisë. Dhe unë do të thoja, do të filloja nga pensionet e pleqërisë, pensionet e invaliditetit, pensionet e pleqërisë të reduktuar, pensionet e invaliditetit të reduktuar, pensionet e invaliditetit të pjeshëm, pensionet e caktuara në fakt sipas ligjit 4171 të vitit 1966 për pensionet shtetërore të pleqërisë, pensionet e caktuara sipas ligjit të vitit 1972 që kanë bërë me pensionet e punonjësve të ish kooperativave bujqësore, pensionet e caktuara nga ligji 7703 nga 1 tetor i vitit 93 deri në 31 dhjetor të vitit 2014, por dhe ato të caktuara pas 1 janarit të vitit 2015, unë ndaj në fakt do ta shpjegoj pak pse i ndava këto dy, pavarësisht se është e përmenda ligjin 7703 në dy raste, po do mundohem t'ja shpjegoj edhe në interes të qytetarëve. Dhe të gjitha ato që janë caktuar deri sot, por edhe ato pensionet të cilat do të caktohen pas datës 1 tetor të këtij viti, por kanë datën e lindjes së drejtës deri në 30 shtator të vitit 2025. Thash ndryshe nga në vitet e fundit Këshilli i Ministrave kur ka bërë indeksimin e pensioneve ka dhe një risi se dhe shtesa mbi pension, po them në 39 parashikohet që gjithë pensionet e invaliditetit, të cilët kanë fëmijë deri në moshën 18 vjeç ose deri në moshën 25 vjeç nëse vazhdojnë studimet, përfitojnë dhe 5% të pensionit bazë për çdo fëmijë që ka në këtë moshë dhe ka këto kushte ligjore. Tashmë dhe kjo do të indeksohet. Gjithë ata invalidë të cilët e përfitojnë do të kenë 2.5 më shumë në muajin 2.5% më shumë në muajin tetor. Po them nenin 33, bëhet fjalë për shtesën mbi pension që marrin pensionistët, personat e siguruar të cilët kanë plotësuar moshën për pension, kanë plotësuar vitësinë e punës për pension, por nuk tërheqin kësaj pensionit dhe vazhdojnë të punojnë, kryesisht në ndërmarrje dhe institucione shtetërore, pavarësisht se ligji parashikon dhe për ndërmarrje dhe institucionet ndërmarrjet private apo një person i vetpunësuar, ata përfitojnë për çdo muaj mbi këtë moshë 0.5% të masës pensionit. Edhe ky neni 33 do të indeksohet. Të gjitha ata personat që të përfitojnë këtë shtesë mbi pension do ta përfitojnë bashkë duke shtuar po them edhe masën 2.5% pikërisht të kësaj shtese mbi pension. Gjithashtu pensionistët, personat e siguruar që janë pension invaliditeti të grupit të parë, të cilët kanë nevojë për një përkujdese të vazhdueshme dhe përfitojnë sipas ligjit 15% të bazës së vlerësuar, gjithmonë për pensionet e invaliditetit të grupit të parë, të cilët përcaktohen nga një komision mjekësor i caktimit të aftësisë në punë, KMCAP-i, dhe ato pensione dhe ata persona të cilët e përfitojnë në këtë nenin 38 do të indeksohen dhe në tetor do të kenë 2.5% më të lartë. Krahas pensionit të pleqërisë do kenë edhe këto shtesat mbi pension. Gjithashtu indeksimin e pensioneve tashmë do ta përfitojnë edhe pensionet suplementare. Gjithë personat të cilët krahas pensionit të pleqërisë përfitojnë dhe një pension suplementar, unë do të thoja si punonjësit e nën tokës, punonjësit e industrisë së naftës, metalurgët, po them pensionet të caktuara sipas ligjit 10142 i vitit 2009 të ndryshuar, që ka të bëjë me pensionet suplementare të ish ushtarakëve, të forcave të mbrojtjes, të policisë së shtetit, të shërbimit informativ shtetëror, pensionet suplementare të cilët e përfitojnë, po them, punonjësit e universiteteve, të cilët kanë gëzuar një titull shkencor, profesor i asociuar
mjeshtër kërkimesh, drejtues kërkimesh, edhe ata do përfitojnë dhe ato pensione do të indeksohen në masën 2.5% apo dhe pensione suplementare të përfituar për ata persona të cilët kanë një funksion kushtetues. Ne kemi shpjeguar në emisionet e kaluara dhe përfitojnë një pension suplementar dhe ato do të indeksohen në masën 2.5%. Do të vazhdojmë më gjatë me listën se bëhet fjalë për pilotët, bëhet fjalë për veteranët e luftës antifashiste, bëhet fjalë për pensionet e posaçme shtetërore që janë caktuar sipas nën 5 të ligjit. Ne në fakt nuk I kemi prekur asnjëherë këto lloj kategorie. Ja, duke diskutuar kështu nxjerrim tematika për emisionet. Po e vërtetë dhe ndoshta duhet të ndalemi dhe pikërisht edhe në këto pensione të cilat duhet I trajtojmë dhe këto pensione ose ata përfitues që I përfitojnë në këto pensione, normalisht dhe ato do të indeksohen me 2.5%, që do të thotë gjithë kategoritë e pensioneve dhe por do të thoja, do të ndalem pak ftiola, është me interes për qytetarët në fakt edhe kuptohet edhe nga kërkesat që ata bëjnë në strukturat e sumës shoqërore, sepse për pensionet e caktuara deri më 31 dhjetor të vitit 2014. Pensionet e caktuara deri më 31 dhjetor të vitit 2014, në fakt kam patur dy kufizime që parashikonte I ligjin atë kohë, neni 32.4 I ligjit 7703, por dhe pensionet e caktuara sipas ligjit 4171 vitit 66 për pensione shtetërore. Po dhe pensionet e caktuara sipas ligjit të vitit 72 që bëhet fjalë për persona të cilët kanë punuar në ish kooperativa bujqësore. Në rastin e parë bëhet fjalë për pensione shtetërore, pavarësisht se janë caktuar para 1 tetorit apo pas 1 tetorit të vitit 1993 deri në 30 dhjetor të vitit 2014, përveç masës së pensionit të pleqërisë, përfitojnë dhe shtesat sipas vendimeve të ndryshme të Këshillit të Ministrave. Po them, pensionet shtetërore përfitojnë kompensim nga ndryshimi I çmimit të energjisë elektrike në masën 350 lekë. Përfitojnë kompensim nga ndryshimi I çmimit të bukës dhe produkteve të tjera të shportës në masën 150 lekë. Të gjithë pensionet e caktuara deri më 30 dhjetor të vitit 2014 përfitojnë një shtesë deri në 760 lekë sipas vendimit të Këshillit të Ministrave. Përfitojnë një shtesë deri në 190 deri në 200 lekë, janë dy vendime të Këshillit të Ministrave në kohën deri në vitin 2014 dhe këto janë të vetmet kategori po them që nuk indeksohen. Dhe po pavarësisht nga kjo, pensionistët të cilët do të vazhdojnë të përfitojnë pensionin nga muaji tetor dhe në vazhdim këto vendime të Këshillit të Ministrave, këto shtesa mbi pensionin e pleqërisë do t'i përfitojnë, do vazhdojnë të përfitojnë por në të njëjtën masë. Që indeksimi I pensionit, këtë doja të shpjegoja, nëse isha I qartë, 2.5%, në këtë rast është vetëm për masën e pensionit të pleqërisë. Dhe shtesat të cilët kishin të bënin, po them, me pensionet e invaliditetit, por dhe me neni 33 për ata që kanë punuar mbi moshën e pensionit. Indeksimin e pensioneve përfitojnë dhe ish ushtarakët, bëhet fjalë për pensionet e parakohshme të ish ushtarakëve, se pensionet suplementare ato indeksohen të gjitha në masën 2.5%, po pensionet e parakohshme të ish ushtarakëve do të përfitojnë indeksimin 2.5% për masën e pensionit të pleqërisë, shtesa do t'i marrin pikërisht dhe vetëm ata pensionistë ish ushtarak të cilët nuk janë të punësuar. Nëse një ushtarak gjatë kohës që është përfituesi një pensioni të parakohshëm punësohet apo vetë punësohet, normalisht nuk I merr me ligj shtesat mbi pension, sepse edhe kontributi në këtë rast nga strukturat ushtarake paguhej për një pagë minimale. Dhe normalisht ata marrin vetëm pensionin në bazë që ishte 17.888 dhe kjo indeksohet në masën 2.5%. Mirë, I bollshëm informacioni duke qenë se kemi thënë që kategoritë janë të gjitha kategoritë e pensioneve, por edhe këto përjashtimet e vogla që ti shpjegove me shumë detaje për t'ju dhënë informacion për gjithë atyre që janë të interesuar dhe që janë duke na ndjekur. Por nëse ndalemi tek efekti financiar për këto kategoritë që janë përfituese nga koeficienti I indeksimit të pensioneve, për të bërë pak më të thjeshtë të gjithë atyre që janë duke na ndjekur, cili do të jetë? Unë në fakt do ta filloja nga pensioni më I ulët, që është pensioni social. Pensioni social para 1 tetorit vitit 2025 ishte 9.710 lekë.
Dhe pensioni social llogaritet sa mundet të llogaritet një pension për person i siguruar që ka 15 vjet kontribute apo vjetësi pune apo sigurime shoqërore. Dhe në këtë rast, në moshën 70 vjeç, pavarësisht se një person nuk ka 15 ose nuk i vërteton dot 15 vjet vjetësi pune, normalisht përfiton një pension social përfitonte në masën 9710 dhe e indeksuar me 2.5% duke filluar nga 1 tetor i vitit 2025, pensioni do jetë 9953 lekë. Pikërisht është kjo mas pensioni social 9953, që do të ndikojë dhe do të jetë pikërisht për pensionin bazën në kohën kur një pensionist do të plotësojë kriteret ligjore për pension pas 1 tetorit të vitit 2025. Gjithë ata që e plotësojnë para 1 tetorit do të kenë një indeksim 2.5, por për pjesën tjetër, të cilët e plotësojnë po them kushtin ligjor të përfitimit, jo vetëm për pension pleqërie, do të llogaritet tashmë jo me 9710 pensioni bazë, e indeksuar kjo me koeficientin që rezulton nga raporti i vitet kontributive që ka një person i siguruar me vitet që kërkohet sipas ligjit ose në 92 38 vjet e 8 muaj për vitin 2025, po tashmë do jetë 9953. Me këtë do të thoya që edhe pensionet e caktuara pas datës 1 tetor nuk përfitojnë në koeficientin e indeksimit 2.5%, por do kenë një pension bazë më të lartë dhe kuptohet në bazë të viteve kontributive do ketë një mas pensioni më të lartë. Kjo është që në një farë mënyrë i barazon, po them, personat e siguruar para 1 tetorit dhe pas 1 tetorit të vitit 2025, sepse këta pas 1 tetorit, që u lindë drejta pas 1 tetorit, do kenë jo vetëm pensionin bazë më të lartë, por ata do përfitojnë si të gjithë pensionet e lidhura pas 1 janarit të vitit 2025, koeficientin e indeksimit të pagave për efekt të masës fillestare të pensionit në masën 9.3%, por do kenë edhe efektet e zbatimit të ligjit. Dhe nëse një pension social, po them, nga 9710 lekë do të shkojë 9953. Unë ftjolla të më falësh, po do ta përsëris edhe një herë. Pensionet sociale në fakt kanë filluar të reagojnë ata që përfitojnë një pension social duke aplikuar në strukturat e sigurimeve shoqërore për të kërkuar një pension pleqërie. Pension pleqërie shtet ose pension pleqërie si ish antar të kooperativave bujqësore. Ata që përfitojnë pension social nuk kanë mundur të vërtetojnë 15 vjet kontribute për sigurime shoqërore apo vjetësi pune. Ose vërtet nuk kanë patur 15 vjet kontributive vjetësi pune para vitit 93. Por sot, me hyrjen në fuqi të ligjit numër 7 vitit 2025, kanë të drejtë të riaplikojnë për të përfituar një pension pleqërie, të plot ose të pjesshëm. Shtet ose ish kooperativë bujqësore nëse, po them, personi i siguruar ka qenë me banim në fshat. Dhe të jenë të bindur që masa e pensionit do jetë shumë më e lartë se sa ajo që përfitojnë sot. Por vazhdojmë të kemi kërkesa për përsëritjen e pensionit social, sepse pensioni social duhet ta dinë qytetarët, ata që përfitojnë. E para njerë duhet që çdo vit të përsërisin dokumentacionin, çdo vit të aplikojnë, pikërisht për shkak se mund të kenë ndryshime në të ardhurat, sepse zbiten dhe të ardhurat që mund të ketë një qytetar nga pensioni social, por kanë dhe një specifik që ata e ndjejnë dhe ne duhet ja sqarojmë këtë pjesë, nëse nuk e tërheq kësin mujor gjatë një muaji, ai humbet. Humbet të drejtën. E drejta për ta përfituar atë muaj për të cilët ai nuk paraqitet në qendrën paguese për ta tërhequr këtë kës mujor të pensionit social. Dhe do i duhet të ripërsërisë dokumentacionin? Nuk duhet të përsërisë dokumentacionin deri në një vit, se pas një viti është i detyruar që të përsërisë, por ju humbasin kësat mujore. Nëse nuk e tërheq brenda. Dhe vazhdon të tërheq këstin e radhës më pas. Këstin e radhës brenda muaj, po e humbet. Ndryshe nga gjithë pensionet e tjera që kanë afat 36 muaj për të tërhequr kësat mujore, pensioni social nëse nuk e tërheq brenda muajit normalisht humbet. Por me ndryshimet e fundit që kanë ndodhur në ligj, në legjislacion, mund të aplikojnë dhe të marrin një pension pleqërie. Mund të aplikojnë, të jenë të bindur që do përfitojnë. Në fakt kanë filluar të reagojnë. Lehtësirat nuk do ketë në aplikime çdo vit, nuk do ketë dokumentacion ligjor për të vërtetuar të ardhurat që kanë, po them
tokën që kanë përfituar me 7.500 njerëzin, kategoritë e tokës Gjithçka që dhe disponojnë. të ardhat e tjera. Nuk kam se të po them shpenzojnë kohë, se shpenzojnë edhe kohë për të grumbulluar, po them, pavarësisht se pjesa më e madhe sot triqet nga portali Albania, po gjithsesi kërkohet aplikimi me radhë një në vit. Dhe çdo muaj duhet të jeti kujdesshëm se duhet të tërheq kasat mujore. Megjithatë, kanë filluar të reagojnë dhe mua më vjen mirë pikrisht edhe nga emisioni që ne kemi njohur këta qytetarë. Do t'i rikujtojmë her pas here. Prap përsëri ne do vazhdojmë t'i rikujtojmë që ka dhe diçka tjetër që në fakt duhet ta them edhe këtë ka të bëjë gjithmonë me ligji 7, sepse ligji 7 ka hyrë në fuqi më 13 mars dhe normalisht zbatohet për ata që kanë lidhjen e së drejtës pas datës 13 mars ose pensionet e caktuara pas datës 13 mars, pavarësisht nga data e lindjes së drejtës, por me kush që kërkesa për të parë të jetë bërë pas datës 13 mars. Por rregulloria e miratuar, më pas se kuptohet se u miratua ligji, ka dhe një pikë atje që shpjegon që dhe pensionet e caktuara para datës 13 mars kanë të drejtë të bëjnë kërkesë, të aplikojnë për rishqyrtim pensioni, për të përfituar nga ligji, po them nga njohja e evidencisë. Por unë dua ta përsërisë se qytetarët kuptohet nuk janë të informuar, duhet të informohen. Afati ligjor është 1 vit nga lindja e së drejtës. Jemi në muajin nesër është data 1 tetor dhe normalisht gjithë pensionet e caktuara pas datës 1 tetor dhe lindja e së drejtës pas 1 tetor të vitit 2024 e kanë këtë të drejtë për të aplikuar për rishqyrtim dhe ndërkohë për zbatimin e ligjit nr. 7. Nëse ditët kalojnë, do kalojë 13 mars, nuk do kenë mundësi më për të aplikuar dhe për të përfituar pikërisht nga favoret që jep ligji nr. 7 i vitit 2025. Ju më pyetët cili është efekti financiar. Normalisht efekti financiar 2.5% varet nga masa e pensionit. Thjesht për të marrë shembull dhe për ta kuptuar më qartë. Pensioni social rritet në masën 243 lekë. Nga 9.710 shkon në 9.953. Dhe duke filluar nga 1 tetori i vitit 2025 nuk do ketë pensione të caktuara më të ulta se 9.953. Pavarësisht se llogaritja e masës pensionit do bëjë që të jetë më të ulta se 9.953, vendimi i fundit të Këshillit të Ministrave e ka përcaktuar që pensioni bazë, pensioni social, pensioni më i ulët është 9.953. Nëse do të vazhdoni me pensionet e caktuara para 1 janarit të vitit 2015, kemi patur një pension minimal të plotë deri dje ose deri sot, se nesër do të hyjë në fuqi, është 17.888 lekë dhe përveç shtesave. Ato i shpjeguam që ato i përfitojnë pavarësisht nga koeficienti i indeksimit. I përfitojnë një lloj siç i kanë përfituar në muajin shtator. 17.888 lekë bëhet fjalë për gjithë pensionet e caktuara deri më 30 dhjetor të vitit 2014 të plota, po e përsërit për pensionet e plota. Tashmë pas 1 dhjetorit do të jetë 18.335 lekë ose 447 lekë më lartë se ajo e shtatorit dhe nga 20.038 lekë gjithmonë për këtë kategori shkon në 20.485. Pse pensionet e para 1 janarit të vitit 2015 janë relativisht ulta? Sepse ka patur 2 kufizime në pensionet e caktuara në atë kohë. E para kufizimi i parë kishte të bënte me pagën neto në 10 vitet e fundit. Ka qenë një tjetër skemë e llogaritjes së masës së pensionit. Ka mënyrë tjetër llogaritje komplete dhe normalisht dhe kufizimi i dytë që pensionet e caktuara në atë kohë nuk kishin dhënë tavan, nuk mund të ishin më të larta se 2 fishi i pensionit minimal. Nëse dje sot ishte pensioni minimal 17.888 lekë dhe duke filluar nga nesër do shkojë 18.335, pensionet e caktuara në atë kohë nuk mund të jenë më të larta sipas ligjit se 2 fishi i masës kësaj mase të pensionit. Dhe pikërisht për këtë pensionet e para 1 janarit të 2015 janë më të ulta, pavarësisht se mund të kenë vite si pune më të lartë, por kjo
i penalizon pikërisht neni 32.4 i ligjit 7703. Megjithatë, në dijenin time po punohet edhe për të ngushtuar diferencën në masën e pensionit pikërisht për këtë kategori. Është ulur edhe banka botërore në këtë pjesë për të patur një rivlerësim të pensioneve, megjithatë në kohën kur do të realizohet, ne kemi patur pasere vendime apo reforma të ngushtimit të diferencave në masën e pensionit. Për t'i afruar sa më shumë. Ka qenë 2005, 2007, 2009, në 2016 ka qenë përsëri një reformë për ngushtimin e diferencave në masën e pensionit. Ndoshta kur të jemi dhe kur kjo reformë të realizohet, ne do të jemi përsëri në studio për t'i shpjeguar. Ndoshta do jetë pjesë e reformave për 4 vjeçarin e ardhshëm. Në para 1 janarit të vitit 2015 kishte dhe ka akoma që persona të cilët përfitojnë një pension fshatiqe. Po them jo në termin teknik në fakt, sepse bëhet fjalë për punojësit e ish kooperativave bujqësore, pensionet e caktuara sipas ligjit të vitit 1972 për pensionistët e ish kooperativave bujqësore, për pensionet e caktuara dhe pas 1 tetorit të vitit 93, hyrje në fuqi të ligjit aktual, por që vitësinë e punës më shumë se gjysmë, apo them që kërkohej sipas ligjit në vitet të caktuara, e kishin më të lartë në ish kooperativa bujqësore se sa në shtet. Dhe në këtë rast caktohej një pension si antar i ish kooperativa bujqësore, sipas nendit 96, dhe këto pensione gjithmonë flas të më kuptojnë qytetarët për pensionin minimale, se ka dhe pensionet janë shumë më shumë se sa ky pension, dhe 2.5% ka një vlerë absolute më të lartë. Pensioni minimal deri në 30 shtator të vitit 2025 pikërisht për këta persona është 12.248 pa shtesat. 690 dhe 200 lekë që ata e përfitojnë dhe do vazhdojnë ta përfitojnë, dhe shkon në 12.554 lekë. Kjo është masa e pensionit e re, duke filluar nga 1 tetori për pensionet e plota të personave të cilët kanë punuar në ish kooperativat bujqësore dhe të caktuara deri më 30 dhjetor të vitit 2014, që nga 72 po them, që ka hyrë në fuqi ligji, dhe deri në 30 dhjetor të vitit 2014. Kemi pensionet e ish ushtarakëve, të cilët edhe ata gjithmonë minimalen përfitojnë në moshën kur plotësojnë kushtet, po them burri në moshën 47 vjet apo gruaja 42 vjet, dhe kanë 15 vjet shërbim të detyrueshëm aktiv në strukturat ushtarake, që i kemi përmendur her pas here, dhe ata përfitojnë një pension të parakohshëm, minimumi, unë po e përsëris minimumi, sepse varet pasaj nga vitet që ata kanë dhe nga paga referuese, përfitonin 17.888 dhe kjo indeksohet me 2.5% dhe shkon përsëri në 18.335. Këtu do ndalesha pak pikërisht nga disa raste që kemi patur në strukturat e sigurimit shoqërore. Personat të cilët ushtarak gjithmonë, të cilët nuk kanë patur 15 vjet, nuk përfitojnë pension të parakohshëm me ligj. Por kjo nuk do të thotë që nuk përfitojnë pension suplementar në kohën kur plotësojnë moshën për pension pleqëria. Kemi shumë raste, dhe një rast para 2 ditësh që kishte përfituar pension pleqërie dhe nuk kishte aplikuar për pension suplementar si ish ushtarak, sepse kishte 14 vjet e 6 muaj në Ministrinë e Mbrojtjes, ishte ushtaraku, dhe kjo sipas qytetarit, meqense nuk kishte 15 vjet, e penalizonte dhe nuk mund të përfitonte pension suplementar. Sepse nuk e kishte informacionin e duhur. Nuk e kishte informacionin, dhe kuptohet që ligji parashikon nëse kërkesa nuk bëhet deri në 1 vit pas lidhjes së drejtës, humbet dhe fillon nga data e kërkesës. Dhe ky e kishte humbur këtë të drejtë, ishte më shumë se 1 vit. Por unë do thoya që ushtarak, pavarësisht se nuk plotëson kriterin për 15 vjetësh, nuk përfitojnë pension të parakohshëm, por e përfitojnë në pensionin suplementar për 14 vjet ose më pak, duke filluar nga 1 vit e lartë, për çdo vit
në kohën kur ata plotësojnë moshën për pension pleqërie. Duhet ta kemë parasysh për gjithë ata ushtarakë të cilët nuk plotësojnë kriterin ligjor për të përfituar pension të parakohshëm, përfitojnë pension suplementar. Këto janë disa, po them, ndryshime të pensioneve minimale. Unë përmenda gjithmonë pensionet minimale sepse kuptohet për pensione më të larta do kemi dhe një efekt më të lartë nga indeksimi, nga koeficienti indeksimit të pensioneve për vitin 2025. Mirë, këto janë vetëm disa shembuj që ne kemi dhënë për efektin financiar të disa kategorive të ndryshme të përfitimeve, ndoshta ato që janë më specifike që ne i kemi shpjeguar gjatë minutazhit të emisionit të sotëm, ndërkohë që na kanë shoqëruar gjatë gjithë kohës edhe informacione qoftë nga vendimi i Këshillit të Ministrave që është marrë vetëm ditën e djeshme mbi indeksimin e pensioneve apo tabelat e llogaritjes, por gjithsesi e kemi dhënë besoj një informacion të bollshëm, të cilën ndoshta do duhet ta trajtojmë edhe në emisione të tjera për të rikujtuar gjithë ata që janë duke na ndjekur kategori apo specifika të ndryshme ato që përmendëm tani në fund. Na ka ngelur gjë tjetër për thënë për indeksimin e pensioneve apo vetëm t'i urojmë gjithë ata që janë përfitues për këtë shtesë që do të marrin nga data e nesërme, nga 1 tetori në vazhdim? Do të thoya ka shumë në fakt, po nuk do të zgjatemi se edhe koha televizive nuk na mjafton, por do të thoya këtë që e përsëris edhe një herë që të gjitha pensionet e caktuara deri në datën 30 shtator të vitit 2025, duke filluar nga nesër, gjatë gjithë muajit tetor, do të përfitojnë edhe koeficientin e indeksimit dhe masën e re të përfitimit të çdo lloji kategorie pensioni. Strukturat e shkrimit shoqëror nga sot ka filluar procesi i indeksimit të gjitha kategorive dhe më 1 tetor ai që nesër do të rreqë kësaj do ta ketë bashkë me shtesën për shkak të koeficientit, por edhe pensionet të cilët janë duke u përpunuar në strukturat e shkrimit shoqëror, kuptohet që ka edhe pensione të pacaktuara, nëse do përmendim shifrat në fakt, ndoshta është me interes qytetarëve, gjithsej në qarkun e Korçës janë 72.317 pensione të ndara këto me kategori të caktuara, pensione urbane që janë gjithsej 59.838, pensionet urbane bëhet fjalë për pensionet e shtetit të caktuara me të dyja ligjet, edhe me ligjin e 4171 të vitit 66, por edhe me atë 7703. Pensionet rurale që janë 7579, bëhet fjalë gjithmonë për pensionet që caktuara sipas ligjit të vitit 1972, por dhe ato të cilët janë caktuar pas 1 tetorit, por me kushtin që kishin më shumë vite në një kooperativë bujqësore. Pensionet sociale që ka rënë numri në 201, pikërisht për efekt të ligjit që ne e shpjeguam, dhe janë pensione suplementare më pas të gjitha kategorive, nuk po i përsëris më, janë 4699 pensione suplementare. Gjithë ato që janë në duke përpunuar nga struktura do të përpunuan dhe në tetor. Kuptohet që dikush ka pensionin e muaj shtator pa tërhequr, sepse nuk është përpunuar nga strukturat e shkrimit shoqëror, do ta marrë pensionin sa do të llogaritet dhe duke filluar nga tetori do të marrë dhe koeficientin e indeksimit. Mirë, është dhe një numër i konsiderueshëm i përfituesve, kështu që unë të falenderoj edhe për shifrat që ti ke ndarë, duke bërë pak më konkrete gjithë situatën, të paktën në qarkun e Korçës, dhe do na duhet që të ndërpresim këtu, sepse kemi mbritur në fund të emisionit Çfarë duhet dini për ditën e sotme, për t'i lënë dëgjuesit e Radio Korçës edhe shikuesit e RTS Korçës në të tjera programacione interesante, por edhe për t'ju lënë një hapësirë të hapur për të na shkruar, për të komentuar mbi gjithçka që ne trajtojmë në emisionin Çfarë duhet dini përmes rrjeteve tona sociale, në Facebook, në Instagram, apo edhe për të ndjekur emisionet që ne transmetojmë në ekran dhe në radio, edhe në kanalin tonë në YouTube, por edhe jeni të hapur gjithashtu për të na sugjeruar për tematika që keni interes për të dëgjuar, për të trajtuar në emisionin Çfarë duhet dini, apo për pyetje të ndryshme për tematikat ndryshme që ne i marrim patjetër në konsiderat, duke përcaktuar kështu dhe temat që diskutojmë, edhe specialistët që ftojmë në studio në puntata të ndryshme, por edhe pyetjet veçanta që ne i përfshim në pjesën e emisionit dhe të diskutimeve tona. Riza, unë të falenderoj shumë për gjithë informacionin që ke ndarë sot me shikuesit dhe me dëgjuesit e RTS Korçës dhe Radio Korçës, duke folur gjërësisht në fakt për indeksimin e pensioneve, vendimi i fundit i Këshillit të Ministrave që kishte nevojë për të dhënë informacion për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Faleminderit Eftila. Faleminderit edhe të gjithëve ju që na keni ndjekur në emisionin e sotëm. Ne do të takohemi sigurisht të martën e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi bukur.